Dal erdhëm edhe tek pjesa e fundit e kësaj prive, gjithmonë duke mos i anashkaluar edhe të pathëna të kësaj jave, ato të cilat ju nuk mund t'i thoni, po i themi ne. Se me kë jemi marrë këtë herë dhe emri kujt figuron aty, e ndjekim tani. Ylli ndërkombëtar i Taora shpeshherë është pa në shoqërinë e artistëve botror, disa prej të cilëve madje i bëri më shumë se miq. Por ajo është takuar edhe me një artist i cili është i po të njëjtës komësi me Ritën. Prive ka siguruar këtë fotografi ku ajo dhe Ledri Vula shihën bashk. Reperi në fjalë, si të shihet është takuar me yllin kosovar me çrast po çndrojnë diku. Ende nuk është bërë ditur arsyeja e këtij takimi, vetëm se Ritës mund t'i themi të ketë kujdes, pasi Ledri tashmë e ka vulosur se është magnet për femra. Reperi Goldexhi sapo ka lansuar këngën e tij më të re të dedikuar muajit të shenjtë të Ramazanit. E gjatë kësaj periudhe një mujore, Ariana Gushi jo vetëm se do t'i kryej shërbimet fetare, por do të punojë edhe për projekte të radhës. Në muajin gusht, ai do ta lansojë këngën e radhës të titulluar Pa namaz, e cila flet kundër alkoolit dhe përballjes me vdekjen. Po ashtu në muajin shtator, do të lansohet edhe një tjetër produkt nga Preshevari, e cila është duet me Shaqir Cërvadikun, kënga quhet Shqiptar Stambolli. Gjithashtu për festën e flamurit, Goldexhi do t'i lansojë në treg më shumë se 2 videoklipe, e sa i përket mbrëmjeve muzikore, Arianin do të mund ta ndiqni pas festës së Bajramit. Ditën e hënë, diskografisë shqiptare do t'i shtohet edhe një tjetër produkt, e kjo është kënga më e re nga dyshja Blonde and Real. Me titull Gjinset, kjo këngë gjitha është realizuar nga Iliri dhe Edoni. Xhirimet e klipit u bën në Prishtinë nga produksioni Imagine dhe kënga do të jetë shumë verore në stilin e DJ Blonde e Real One. Për vizitë të tjera do t'ju njoftojmë vetë ata të shtunën e ardhshme në prive. Vera do të jetë edhe më e nxehtë nga gjithë këto projekte muzikore. Temperaturat do t'i ngrisin edhe më shumë etnon, të cilët vinë në bashkëpunim me Sinan Vllazaliun. Treshja janë në Turqi duke realizuar videoklipin e këngës Falma një jetë, e cila pritet të lansohet vikendin e ardhshëm. Gjithçka i përket këtij projekti është realizuar nga produksioni Blackfish. Vera nuk do të jetë në dispozicion vetëm për meshkuj. Flaka Krelani është pothuajse në përfundim të këngës më të re. Am I Good Man flet për lidhjen në një çifti dhe relacionin e tyre me sinqeritetin e bujarin. Biti është realizuar nga producenti Jimmy on the Beat, që njëherët është i vëllau, derisa teksti dhe vija melodike janë punuar nga vetë Flaka në studion J2L. Videoklipi u xhirua nga Get Rocks Production. Bashkëpunëtor të tjerë në këtë këngë janë Dona Matoshi, Arbnor Aliu, Bujar Xhonaj, Nora Matoshi e të tjerë. Kohën e fundit reperi Allinell është treguar goxha aktiv dhe këtë ritëm po vazhdon ta mbajë. Pas këngës Kuku që njëherët është edhe projekti i fundit të cilin e solli 2 muaj më parë, Graniti ka nis punën për këngën e radhës. Me tekst nga vetë ai, muzikë nga Egzon Surkishi, kënga Sheik është incizuar në studion Real Sound dhe pritet që këto ditë të xhirohet nga produksioni Front Media. Sheiku i Allinellit pritet të lansohet në fund të muajit qershor. Fundin e qershorit nuk do ta pres Korap Shaqiri, ai këtë vikend lanson këngën më të re. Shokët e mi është shkruar nga Korabi dhe Yll Limani, e po ashtu edhe muzika është komponuar nga të njëjtit artist. Klipi është realizuar nga produksioni Imagine Films, derisa është xhiruar në lagjen Marigona, sheshin e Prishtinës, tregun e Gjelbër dhe në disa lokacione të tjera. Me kaq unë ju përshëndes përzemërsisht, mirë po vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet e Klan Kosova, sepse në orën 20:45 ju pret emisioni më i ri Beso në mua, i cili është prodhimi Prive Production dhe Lady Bird. Ndërkaq deri në takimin tonë të radhës, unë ju dëshiroj vikend të këndshëm. Gjithashtu një falënderim i posaçëm shkon për sponsorët tanë, Vala Forgji dhe Golden Eagle. Natën e mirë dhe mirë beqëri.